Sigurisht dikush mundet me thanë hoxh me prallët jo në zemrez, nuk kam mend me kuptu të vërtetën dhe sigurisht që unë ati jep të drejtë, mirë po unë këtë njeri do ta çoja te Resulullahu a.s. Unë besoj që evlijat e Allahut janë trashëgimtar të diturisë së Resulullahut a.s. Dhe kur unë jap një shembull në lidhje me eulijat e Allahut, e jap për me pru një rrezatim të diturisë së Resulullahut a.s. Dhe unë nuk i mendoj eulijat e Allahut të shkputur nga Resulullahu a.s. Sepse vetë Resulullahu a.s. thotë që dietarët janë trashëgimtarët e vetëm të mitë. Dhe ai njeri i cili në jetën e kësaj bote tenton me shku drejt diturisë së qëndësishme, drejt asaj diturie që e gjallënon shpirtnisht, ai njeri është u shku drejt Resulullahut a.s. drejt një diturie të Resulullahut a.s. që në fakt ne na mungon shumë.